Pushteti sot ka rrethuar sheshin Skënderbej, se ne aty po i mblidhim te kua Sahatit. Ritmi ka qenë shumë i madh, ne jemi zhvendos, po do rikthehemi aty. Jemi zhvendos te Pedonalja, ka qenë një ritëm 1500, 1400, 1700 në ditë. Keni parasysh që mbledhja aty nuk është thjesht firmë, është një proces shumë i ndërlikuar i dokumentimit, që kush do të shkojë do ta vërtetoj këtë që po i them. Ne po bëjmë një proces aq rigoroz dhe unë të them ne nuk do të çojmë 50000 firma. Ti je i bindur për këtë, ne do të çojmë shumë më shumë se 50000. Nuk po e them numrin se nuk dua që ti të dalë jo i vërtet në fund, por unë siguroj që do të çojmë shumë më shumë se 50000 për çdo projekt ligj, që të mos ketë asnjë shans askush të kontestojë ndonjë firmë. Edhe nëse kontestoj 5 firma, ka 5000 të tjera atje gati, ëh? Kështu që unë mendoj që referuar kuadriton ligjor dhe kushtetues, vendi vitin tjetër me shumë gjasa do të shkojë në një referendum. Për gëzime, sepse këto janë akte politike që vërtet i vlejnë shoqërisë dhe flasin shumë më tepër se retorika, duke qenë se jemi gati në fund të emisionit për shkak të kohës televizive, si parashikoni zgjedhjet e ardhshme lokale, a do dali Shqipëria bëhet si forcë e mëvetshme politike, apo do i bashkangjiten siç rasti shumë Florian Binaj që ju e mbështetët publikisht nëse do kishte pas zgjedhje në atë kohë, pra do mbështesni një kandidat opozitës, themi politika apo jo politik pastaj. Shqipëria bëhet, do të shkojë në zgjedhje me dignitet, ne po punojmë me strukturim, ne po punojmë me kandidatët, ne do të shkojmë në zgjedhje të vetëm. I 61 bashki. Ne do të garojmë për këshillat në të 61 bashkit, ndërkohë për kryetarët e bashkive është një vendim që do të merret nga Këshilli Kombëtar në vazhdim. Nuk po e them sot, por do ta bëjmë publike në vazhdim. Ne jemi forca e tretë politike në vend, referuar numrave të votuesve, e përpasoj duhet përfaqësojmë vullnetin e tyre. Ne do të garojmë në të gjitha këshillat bashkiak dhe jam i bindur që do të marrim një rezultat shumë të mirë dhe do ta dëshmojmë sërish që do të marrim e përsi në raport me gjithë të tjerët, në raport me rezultatin e zgjedhjeve dhe jam i bindur që do të jetë pastaj bazamenti drejt zgjedhjeve të ardhshme politike për të bërë një rezultat të jashtëzakonshëm edhe në numër mandatesh, sepse në numër votash qerën e parë nuk qej vogël. Për Këshilla Bashkiake është një përpjekje lavdërueshme për të rikonfirmuar si forcë e tretë politike sikundër ju e thatë, po për kandidatët për Kryetar Bashkia ndoshta është e parakoshme që të merri vendimin tani afër, ndërkohë që kemi një vjesht gjatë politike përpara dhe ndoshta strategjia më mirë opozitare do ishte me kandidat unifikuar, të cilët do kishin shans më të madh për të fituar. Ne nuk po nxitohemi. Jemi një forcë që, siç ta thash, nuk e kemi qëllim në vetvete. Nga ana tjetër jemi një forcë që duam të adresojmë dhe momentin shoqëror dhe nevojën e vendit për ndryshim. Dhe në këtë drejtim do të marrim vendimet e duhura në kohën e duhur. Për këshillat ne do të garojmë në të gjitha këshillat bashkiake. Për bashkit duhet keni parasysh që ka bashki që në këto zgjedhje kemi pas 15% votave. Bashkinë Dimal ne kemi pas 15% votave. Po është pa mjaftueshme që kandidati juaj të zgjidhej. Jo, dua të them janë 15% e votave. Në bashkinë Cerrik kemi 13.6% e votave. Në bashkinë Konispol 13.6% e votave. Po kjo mund të ishte një mënyrë që ju të imponoheshit opozitës bashkuar me disa bashkit ku nuk keni avantazh numerik për të pasur kandidatët tuaj. Ajo që ne dim është që në këshillat bashkiake do të garojmë në të gjitha. Në bashki do ta vendosim në raport dhe me vendimet e Këshillit Kombëtar dhe me mendimin e qytetarëve tanë në çdo bashki. Ne jemi njerëz objektiv. Shiko, ka diçka. Vendi ka nevojë për zgjidhje. Nuk ka nevojë për ego. Po në 2100-ën mundet kushdo që sot çohet nga gjumi ta mendoj që mund të arrijë të bëjë ndryshimin. Puna është që në 2100-ën ne të dy nuk kemi më, ndoshta edhe fëmijëve tanë u ka ardhur fundi i vajit të kandilit të tyre. Kështu që të shpresojmë që shumë më përpara asaj të kemi në Bashkimin Evropian, kemi realizuar reformat e duhura dhe Shqipëria të bëhet. Bashkimi Evropian është një koncept që duhet ta bashkojmë dhe ta ndërtojmë në Shqipëri. Shumë e rëndësishme. Hyrja në institucione ndërkombëtare thjesht për gjeostrategji mirë është, por nuk është shumë mirë. Kemi hyrë në NATO, kemi 18 vjet, 17 vjet sa u bën, po edhe nuk kemi një ushtri si do donim ta kishim.